Jam në një pushim nga një master që po bëj nga një mësuesi im në Gjermani për sistemin transformik dhe desha ta ndaj këtë me ju. Është shumë i fuqishëm dhe unë që kam bërë gjithë këto trajnime, por ky master po më jep dhe ushtrime të tjera. Një nga gjërat që kuptova pse në jetën time kanë ardhur gjithë këto bllokime është që unë si fëmijë ku shikonja e kisha parë dhe herë tjetër, por kësa radhe e bëm më thellë. Shikova ku shikonte babai im, ku shikonte nëna ime, ku shikonte gjyshi im, dhe nga ana e mamas dhe nga ana e babait. Dhe të gjitha shpirta në version dhe të bukur kishin një lidhje. Lidhja ishte në dhimbja e madhe e humbjes e braktisjes që kishin jetuar ata, në dhimbja e frika e vetmisë. Janë shumë të theksuara dhe këtë e përjetonja deri tani, dhe kurso dhe partnerin tim, akoma dhe ai ishte i lidhur me humbjen, me frikën, me vetminë, do të thënë me të gjitha këto. Gjithashtu, gjëja e dytë që desha të ndaj me ju, do bëj një video tjetër se filloj.